News 24, sot është ditë e njëjtë, data shënon 12 shkurt 2026, është dita e 43 e vitit. Dielli sot ka lindur në orën 6:40 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 17:10 minuta. Ne do ta nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë me telefonatat. Në pjesën e tretë do të jemi me mjekun gastroenterolog Gerald Kola dhe në pjesën e katërt më pas me Marcel Rupin. Por fillimisht si zakonisht e nisim me shtypin e ditës me gazetën Panorama. Krimi ndërkombëtar, zyrtari i lartë amerikan takon krerët e drejtësisë, mesazhet. Vizita në Tiranë, zyrtari i lartë amerikan Mark Teravskovski takoi dje kreun e SPAK, Klodian Brahon, përfaqësues të zbatimit të ligjit, drejtësisë, shoqërisë civile dhe misioneve ndërkombëtare në Shqipëri. Ai zhvilloi takime kyçe me kreun e SPAK të GKO-s, ministrin e Brendshëm dhe ato të drejtësisë, si dhe me kreun e shtetit Bajram Begaj. Vizita vjen në kuadër të partneritetit strategjik SHBA-Shqipëri dhe fokusohet te lufta kundër krimit organizuar, trafikimit të narkotikëve dhe korrupsionit që kërcënojnë sigurinë kombëtare. Në faqen 5 gjeni materialin e plot. Kryeartikulli i Panoramës, dhuna në protestën e opozitës, Berisha akuza Ramës për skenar gjakderdhjeje në mbrojtje të Ballukut, reagon kryeministri. Për plasjet 21 të arrestuar, mes tyre 4 të mitur, procedohen 4 deputet Partisë Demokratike, edhe Këlliçi ndonë se ishte në SHBA. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Tituj të tjerë, Diella shkon në gjykat, aktoria Padit Akshin kërkon pezullimin e ministres, më vodhën zërin dhe imazhin. Anila Bisha, u shkel kontrata, më kanë shkaktuar dëm të madh. Në faqen 4, materiali i plot. Zgjedhjet konstituohet Kuvendi i Kosovës, Kurti i formon qeverinë e re, votimi. Kompensimet, lista me 3527 pronarët që marrin këstin e fundit. Për gjithë ata që janë në pritje dhe që janë të interesuar, në faqen 22 gjeni materialin e plot. Më 17 shkurt 1971, ndeshja me Gjermanin, këpucët Adidas erdhën nga Beogradi me kusht kthimi. Një shkrim mjaft interesant nga Uvil Zajmi në faqet 14 dhe 15. Fashizmi me fytyrë shqiptare ka akuzoj për tradhti Sejfullah Malshova më 29 mars 45-ën, revolta e ish-ministrit komunist në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, kriminalizimi i rezistencës dhe reabilitimi i Serbisë, nga Sy Lukshini. Arjan Dyrmishi, korrupsioni elektoral pengesë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Gjon Drejaj, reforma territoriale versus strukturore. Në faqet 18 dhe 19, opinioni i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Këto ishin titujt kryesorë të gazetës më të madhe shqiptare, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ndërkohë, ne do të vijojmë tani me një tjetër gazetë përditshme, Shtrada e Telegraf, shohim titujt kryesorë të saj për ditën e sotme. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit në Tiranë takon krerët e SPAK, BKH dhe presidentin Begaj. Vizita e shpejtë e drejtorit të zyrës për Europën, çështjeve ndërkombëtare të narkotikëve dhe zbatimit të ligjit të Departamentit Amerikan të Shtetit është një mesazh i fortë për Shqipërinë për luftën kundër krimit organizuar dhe zbatimit ligjit. Mark Terakovski konfirmoi se SHBA mbështet gjykatën dhe prokurorinë e posaçme në luftën e tyre kundër krimit organizuar, korrupsionit dhe trafikut të narkotikëve. Bashkëpunimi synon të mbështesë institucionet që ndajnë të njëjtin objektiv për goditjen e rrjeteve kriminale, që sipas SHBA-s cënojnë sigurinë e qytetarëve dhe stabilitetin kombëtar. Ndërkohë që 10 radosje kanë mbushur furgonat dhe po largohen nga kryeministria. Në faqen 2, materiali i plot. Delina jep me qëra për bar kafe restorant mjedise të QSUT-s Nën Tereza për 20 vite. Kapçat kapësh,
Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit, Delina Ibrahimaj, ka shpallur më 2 shkurt 2026 ankandin për dhënien me qira për 20 vitet pronave të qendrës spitalore universitare Nën Tereza me vlerë qesharake 136 lek për metër katror. Sipërfaqja ndodhet brenda godinave spitalore dhe privati që do ta marrë me qira do të kryejë investime, ndërsa sipas informacionit paraprak, ambienti do të tjetërsohet në bar, kafe, restorant, ndërkohë që onkologjiku është pa ilaçe. Në faqen 3, materiali i plot. Tituj të tjerë, kryeministri Rama, shteti kujdeset që 65.000 individ të përfitojnë nga shërbimet sociale, të angazhohen dhe familjet në sistemin e përkujdesjes. Mafia Kurum, rrezik për shëndetin, si kaluan mbetjet e kancerozeve, përmes institucioneve si të padëmshme falsifikimeve të Kurum. Në faqen 6, materiali i plot. Kosovë, qeveria e re, konstituohet Kuvendi i Kosovës, Kurti mandatohet kryeministër, Albulena Haxhiu zgjidhet kryetare, betohen deputetët. Qeveria kalon miliardat e tenderave të Akshit dhe sekretet e shtetit në një kompani private IT-je. Funerali digital, pas skandalit korruptiv me aferat e Akshit, qeveria propozon privatizimin e tenderave në një dorë. Do shes aksionet e tenderave të Akshit që arrin në miliarda, një kompanie private e cila do ketë në dorë sekretet shtetërore të ministrive, drejtorive, sigurinë kombëtare dhe dhënat e qytetarëve. Në faqen 9. Sociale, vendimi, do falen edhe taksat vendore, ja çfarë përfiton biznesi dhe qytetarët sipas kategorive nga vitet 2014 deri në vitin 2026. Ja gaj i ri i fotovoltaikëve mbi tokat e rrëmbyera në Lushnjë. Në faqet 7 dhe 8. Mjeku në familje, komplikacionet e diabetit në sy, shenjat dhe si ta trajtoni. Ja mjekimi për tretjen e gurve, kockat e kollën e thatë, largimi i akneve dhe forcimi i imunitetit me kërpulla. Faqet 14 dhe 15. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e gazetës Dita, shohin titujt kryesor të saj për këtë të enjte 12 shkurt 2026. Si u pagua suksesi me jetët dhe pronat e shqiptarëve në ndunën grapitqare të mbledhjes së borxheve. Nga Emirion Senja, ajo që u quajt pastrim bilancesh për bankat u shndrua në një tragedi sociale për mira familje shqiptare, një njollë rënd morale dhe institucionale, ende pa përgjegjësi dhe reflektim. Në faqen 13. Kryeartikulli i ditës vjen nga Adrian Thano, Balluku dhe testi i ndërgjegjes socialiste. Një pyetje e thjeshtë, por thelbësore, jo për ata që i tërheq përhunde interesi, por për të majtët e thjeshtë të heshtur, të cilët nuk duan që dirsa e popullit të shkojë për luksin e një pakice bark ngopur dhe shpirt brazur. Përgjigje për letrën e një lexuesi dhe një kundërpyetje për tamtamet dhe zhurmën e rënd të orëve të fundit në mbrojtjet asaj që nuk duhet mbrojtur. Në faqen 2, materiali i plot. Seanca 2 ditë pas Gërdecit për dhëndrin zëholl të kontributit patriotik. Si nguli 19 kulla në 113 m2 tokë dhe ftesa për gjyq. Dhëndri i Berishës, Jamarbër Maltezi, pa ditë gazetarin e njohur investigativ Adriatik Doçi, përmendet gruaja e kryeministrit Linda Rama, çfarë është kodi i mafios, kontribut demokratik dhe kush ja firmos lejet për kulla Bektashit. Në faqen 12. Tituj të tjerë, krahasimi shifrat, Janin Kakavi, autostrad me 6 korsi, 40% më lirë se Qukës Qafploç. Greqia njoftoi zyrtarisht nisjen e punimeve, janë 70 kilometra, shikoni çmimin.
Në brëndësi si u pasurua zyrtari I lartë I Akshit, rasti Shima, diella në telashe gjyq për 1 milion euro, padia e aktores. Rubrika e shëndetit, Shqipëria përshuhet, lindjet në 2025-ën 74% më t'ulta se në 1990-ën. Vendi po hyn me shpejtësi në një fazë të re të kurrjes demografike. Në faqen 20. Kujdes me ushqimet ultrat përpunuara, cilat janë 85 vjeçarja Dursake thot se do të ngujohet projekti TID. Intervisti ikone së majtës amerikane analizon Trumpin dhe të ardhmen e SBA-s, si e shikon Bernie Sanders, vitin e parë të Donald Trump dhe çfarë pret për 3 vitet në vazhdim. Në faqen 3. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Dita. Për ditën e sotme do të zhvendosemi tani te një tjetër gazetë e përditshme, është radha e Gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Vendimi që tronditi Tiranën, Gridë Roi flet për pazaret e errta mes Ramës, Berishës dhe Metës, Balluku në qendër të stuhisë, Ametaj faktori që prish ekuilibrat dhe dosjet që mund të rrëzojnë kupolën. Në faqen 2. Ja çfarë po ndodh brenda SPAK, nën hetim 40 nga 61 bashkitë, tendrat dhe aferat korruptive në lupën e prokurorëve special. Parolaçi rrëfen krimet e llahtarshme të Sali Berishës, si e paralajmëroi prokurori se rrezikonte të eliminojë fizikisht pas denoncimit të aferës Partizani. Detajet nga dëshmia në SPAK. SBA tjetër ultimatum Shqipërisë për luftën kundër krimit organizuar dhe zbatimit ligjit. Zyrtari I lartë I Departamentit Amerikan të Shtetit zbarkon në Tiranë, takon krerët e SPAK, BKH dhe GJKO, kërkon goditjen e narkotrafikantëve dhe I dërgon mesazhin e fortë të Ramës. Në faqen 5. Hetimet e SPAK trembin qeverin pas skandalit korruptiv të Karçanajt, Partia Socialiste propozon privatizimin e tenderave të Akshit. Skandali, Ermal Beqiri, Geront Meçe dhe Andis Papa I Fastek vjojnë të vjelin para të Akshit, pavarësisht dosjes së SPAK me akuza për zhvatje, pengmarrje dhe abuzime me parat publike. Titujt të tjerë denoncohet Kajo për aferën me mikun e Ramës, abuzimet e Ardi Veliut për industrin fantazmë ushtarake me biznesmenin Ron Jafet. Rritje pagash, ndryshime në administratë dhe kompensim për pronarët, një kategoritë që përfitojnë, zbardhet vendimi I qeverisë. Aeroporti I Vlorës peng në gjykata. Kompania e Begjet Pacollit ngre alarmin dhe paralajmëron se do ta çojë çështjen në arbitrazh. Koment dhe analizë. Bujar Rama, ëndra shkurti me politik në mes. Gjon Neçaj, morali I politikës dhe jeta shqiptare. Dhe Piro Prifti, Partia Demokratike nuk ka nevojë për Frankenstein, por për një drejtues me integritet. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Sot. Për ditën e sotme zhvendosemi tani tek gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj. Derbi nuk mjafton. Plaste Dinamo. Blut mundin 2-0 Tiranën. Bernard Berisha kthehet në çështjen e nxehtë të klubit. Hedhje sendesh në tokë, fjalë e largim demonstrativ në sytë e Bardhit. Në faqen 3. Krye artikulli Panorama Sport, Kupa e Shqipërisë, Partizani petzon Elbasanin, Verdhe Blut akuzojnë gjyqtarët. Të kuqt mundin 1-0 vendasit. Skuka është heroi sfidës, merr një 11 metrash dhe e kthe në gol. Elbasanasit e kanë me arbitrin që jep një penallti, nxjerr me të kuq Gvozdenovicin dhe Kasën. Kërnaja më kanë akuzuar, por mbaj përgjegjësi ofendimet në korr të turpshme. Titujt të tjerë deklarata Borshi, Vllaznia, pse jo do pjet
si në 72-shin. Bregdetarët Teuta në krizë 3 javë vendimtare për të shpëtuar sezonin. Flamurtari Laluci me Morieron humbasim edhe kundër Dinamos. Jovanovic Apollonisi vodën 12 pikë. Trajneri serb shpërthen dhe rreshton në rastet e dyshimta në kampionat. Drejtësia po e deformon garën. Skiatori kuqezi Shqipëria debuton në Milano Cortina, Xhepa në vend të 34. Tituj të tjerë. Shorti për Ligën e Kombeve, syt nga Brukseli, sot Shqipëria një rivalët. Gjergjani Kaladze, pas Silvion, Milani nuk është Milani im. Aston Villa në Champions, Manchester City bën presion Arsenalit me 3 golësh. Spanjë, dark unitetit e Reali, Flick, nuk më intereson. Kupa e Gjermanisë mungonte prej 6 vitesh Bayerni në gjysmë finale. Në faqen 22. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend. Panorama Sport e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në Shqipëri. Ndërkohë ne tani do t'i rikthehemi edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Krimi ndërkombëtar. Zyrtari i lartë amerikan takon krerët e drejtësisë. Mesazhet. Vizita në Tiranë. Zyrtari i lartë amerikan Mark Teravskovski takoi dje kreun e SPAK-ut Klodian Brahon, përfaqësues të zbatimit të ligjit, drejtësisë, shoqërisë civile dhe misioneve ndërkombëtare në Shqipëri. Ai zhvilloi takime kyçe me kreun e SPAK të GKK-s, ministrin e Brendshëm dhe atë të drejtësisë, si dhe me kreun e shtetit Bajram Begaj. Vizita vjen në kuadër të partneritetit strategjik SBA-Shqipëri dhe fokusohet te lufta kundër krimit organizuar, trafikimit të narkotikëve dhe korrupsionit që kërcënojnë sigurinë kombëtare. Në faqen 5, materiali i plot. Kryeartikulli i Panoramës. Dhuna në protestën e opozitës, Berisha akuza Ramës për skenar gjakderdhjeje në mbrojtjet Ballukut. Reagon kryeministri. Përplasjet 21 të arrestuar, mes tyre 4 të mitur. Procedohen 4 deputet Partisë Demokratike, edhe Kolliçi, ndonë se ishte në SBA. Detajet në faqet 2 dhe 3. Diella shkon në gjykatë, aktoria Padit Akshin kërkon pezullimin e ministres, më vodhën zërin dhe imazhin. Anila Bisha, u shkel kontrata, më kanë shkaktuar dëm të madh. Zgjedhjet konstituohet Kuvendi i Kosovës, Kurti formon qeverinë e re, votimi në faqen 9. Kompensimet lista me 3527 pronarët që marrin këstin e fundit. Për të gjithë ata që janë në pritje, në faqen 22 gjeni një pjesë të listës. Më 17 shkurt 1971, ndeshja me Gjermaninë, këpucët Adidas erdhën nga Beogradi me kusht kthimi. Një material mjaft interesant nga Uvil Zajmi në faqet 14 dhe 15. Fashizmi me fytyrë shqiptare ka akuzoj për tradhtisje Sejfullah Malshova më 29 mars 45-ën, revolta e ish-ministrit komunist. Shohim dhe hapësirën opinion, kriminalizimi i rezistencës dhe rehabilitimi i Serbisë, nga Sy Lukshini. Arjan Dyrmishi, korrupsioni elektoral pengesë për antarësimin në Bashkimin Evropian, dhe Gjon Drejaj, reforma territoriale versus strukturore. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, gazeta Panorama, e gjeni në çdo pikëshitje të gazetave në vend. Ndërkohë, shihni të afishuar në ekran numrin e telefonit, cilin e keni këtu, prej këtij momenti është i hapur, do të presim që prej tani telefonatat e parë në studio, opinionet, shqetësimet që keni apo denoncimet që doni ndani me ne. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po zotri. Tu uroj për emisionin edhe shqyqy që të kapa, se kam shumë për shumë, mëse nuk di nga ta zaj, nga ta kap. Po, urdhro.
Po këtë vend do të regojnë më thënë një histori shumë e shekuj më para. Këtë vend e ka zënë Kuqedra. Ka ndodhur një herë, më thënë, një shekuj më parë, jo një shekuj, po disa shekuj, e këtë dëgjuar e thi, Po? Kuqedra blokoi ujtë e fshatit, disa fshatrave, po blokoi. Edhe ngjerë fshatar pa ujë, se qonde ujtë ajo, vinin ata i vriste ajo. Unë ngritë pasaj, unë ngritën 3 fshatarë, unë ngritë fshat i gjithë 3 fshatrat, me hunje me ashtu, që e vran Kuqedrën e shtukën se ajo i la pa ujë. Edhe ky vend sot e ka zënë Kuqedra. Po kush është Kuqedra tani? Kryeministri, kush është Kuqedra? Ai është Kuqedra, që s'po e çon që e miroj të popull. Pensionistët janë ditë hallit. Çdo gjë është ditë hallit në Shqipëri. Të kuptoj. Duke sa punë ashtu duke se punojnë edhe unë thot do ta çojnë Shqipërinë në Evropë. Unë dëgjova një emision para sa ditësh te Sofi. Në Tiranë, mes Tiranës, aty tek fushë sportit, tek aeroporti, nuk e di ku është sakt. Kupis me mbeturina, dru, ndërtimi që hedhin poshtë me fjalë që prishin shtëpitë. E gjithandej Shqipëria është me mbeturina. Rrugë janë copa. Që sot e shojnë Shqipërinë, për në Evropë, unë kam qenë jashtë. Nuk ka fshat pa rrugë. Edhe që i ka bërë fshatët me rrugë, janë tëra fshatatë rrugë dheu. Nuk ka në ujë. Dritat prien në Malakasa flasë. Në prien dritat të ditë për ditë. Difekte. Se vjedhin ta. Marrin e dobët. Ju ikin dritat për ditë? Edhe kështu që edhe në rast parë edhe ku të bet populli i kulturuar si Evropa, atë do hynë në Evropë që. Po në këse, në qofë se e futë Evropa, që Evropë i ka dhënë një sopë të mare e ti të kënë gazetarë. Që i ka paguar të tërë mediat ata ambasadorët e kodiunë, të gjithë. Që vodhi para atë e populli që i dërgonë Evropa janë ndejtu për ndërtime, plus drogë që është marrë me drogë që edhe kështu që ka para atë dynjase dhe e blerë dhe botën e ka blerë që. Të kuptova, zotri? Po si thash, duhet të rrihet populli me huj, me kosare, me sfuqje, jo me arme, jo me vrasje, po që t'i fushi frikën, jo me urrejtje, ta urrejtje. Okej, të kuptova. Faleminderit për telefonatën, përshëndes, presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zotri, urdhëro. Të parën që duhet të them se tani duhet dhe opinionistët pasarin e kanë djenë, kanë rritur në të forë, po duhet të japim zgjidhje, jo më opinione. Ore jemi para vdekjes, është e vërtet, nuk e mohon dot, jemi para dhe këta që vinë këta Evropianët, se Evropa vazhin nga ka bërë gjithë tjetër, vetëm për në dha në mendim Amerika, mirë, Evropa ebja i bëjqeje që edhin vlorë sa Shqipëria do hynë ai ambasadori i Evropës. Do hynë Shqipëria kisha i qetësin në dore do hynë. Nuk flasim do të kështu, Doni. E para që duhet të them tani që po ndryshuam. Vjen keq, po. Duhet kemi etik në komunikim. Presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, urive për emisioni, përshëndes të dy paraportet. Në fakt, po themi të drejtën, pensionistët ja lënë më shqirt mirimis dhe të vdekjes. Kemi një qeveri që tallet me këtë popull. Jo që këto sa fusin në Europë do të ky kryeministër, po as Afrika nuk na pranon me këtë gjendje që jemi ne, me këtë katastrofë që ka kriju këtu, me këto problematika, me këto gafa që ka bërë me fjalë financiare dhe të gjitha. Ne shohim të gjithë njerëzit janë të pambrojtë, duke filluar që nga pronarët, që nga bizneset, nga fshatarët, nga blektorët, edhe ato pak fonde që vjen që i dërgon në Europa, këta i marrin i përvetsojnë për vetën e tyre. Nuk e di, bën investitor strategjik mbi kufomat e shqiptarëve. Është një turp i madh. Unë nuk e di se çka kërkon kryeministri tash. Ky do të rri me zor. Le ta shpalli veten bret tash.
Nuk shko vetëm kurora mbretërore i mungon këtë të si. Me këto skandale duhet kishte dhënë dorëgjë, nuk ka nevojë të bëhen protesta. Edhe protestat nuk bëhen ato fishek zjarret më të shi. I ti dorë nga këto praktika. Duhet bllokohet komplet Shqipëria. Të dalin të gjithë fermerët, me traktora, me mjete, me gjithë të bllokohen gjithë hyrjet e qyteteve. Nuk ikën ndryshe ky. Me fishek zjarre nuk ikën ky. Është e kot. Ne e pamë se si erdhi pushtet. Ky erdhi me gjak pushtet. Me drua me gjitha. Edhe bërë edhe 4 viktima. Ky i provoi 4 viktimat. Ky ishte shkaktari që i bëri ato 4 viktima. Dhe vazhdon të qëndrojë lan pushtet me zor. Viktimizoj tash, këtu do të bëjmë viktimat gjithë tash. Nuk është mirë të bëj luftë civile këtu. Duhet të japi dorëgjë më zotni. I ka bëti pranoj gafat e veta. Të largohet o zotni mos përpara. Se sa të ndodhi ne problem këtu në Shqipëri. Kemi vite që bujmë nga këta njerëz. Kemi 35 vjet që marr tek demokracia shqiptare. Ore nuk do presim në këta diktatorë të fundit Ballkanit që tallen me këtë popull. Jo me popull që po tallen me Europën, me Amerikën, me gjithë. Mu vjen keq edhe për Amerikanët dhe për Europën që si nuk janë gjë të kuptojnë këta njerëz. Ore këta njerëz do të fshihen, do të largohen urgjentisht. Urgjentisht do të largohen. Duhet ta mbyllim. Miqët, kriju probleme populli shqiptar, po të krijojnë probleme dhe Ballkanit. E qartë zotëri, faleminderit për telefonatën, shkëputemi për një hapësirë publicitare pas pak me telefonata sërish. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për të gjithë ata që na bashkohen në këto momente. Gjithashtu, mirëmëngjes, telefonata e parë në këtë pjesë të dytë. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, zoti gazetar. Përshëndetje zotëri, urdhro. Unë ka një problem, po jo vetëm për juve, ka për të gjitha kanalet, sidomos ata të produksionit të këtyre reklamave që japin. Na vjen ajo nga Italia dhe na jep për seksin. Ky popull s'ka nevojë për seks, po ka nevojë për para, jo për seks. Kush vjen nga Italia? Një tjetër na nxjerr një doktor të veshur me rroba me gjupe doktori, edhe nuk i të thotë smundje malinje, po smundje balinje. Nuk s'ka smundje balinje, po smundje malinje, kanceri, që jep ajo atje. Gjoja si doktore veshim këta. Me këto reklama që bëjnë këta që bëjnë këto reklamat. Se nuk i bëjnë juve, i bëjnë të tjerët. I them atyre mos a ibi me nga këto reklama. Nuk ka nevojë populli për sekse për këto reklama që japin këta. E pastar duhet pare tër televizorit. Jo vetëm kanali juaj, por në tër kanali këta shtisht, na del kjo e seksi nga Italia. E urologe nga Italia. Po kush është seksi nga Italia? Me një hapje thotë edhe 72 orë seks. Çan këto more, çan këto pallavra, këto pisë që japin tan për këto produksionet e këtyre reklamave. Ne kemi... Po nëse kemi këtë nga Italia, më zotëri, ku e ke parë ne? Unë se di. Ta ti për sa i për qeshë sa ti që erdi nga Amerika, Këlliqi. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Për shetë të nërë këtë Këlliqi, a i në Amerikë këte në edhe në gjyqë. A i si se këtu, për shetë të nërë. Në nëzirin 600 polica. Do më thënë një policë e kanë tarë me spate, e kanë për 6 copa. Po një policë va ishte i të më tualet pare. Let ishte. Po këta që po të mëtojnë këta tonët, këta populli ati, në ato gazën dhe sjellës, me shkopinje, me tëra. Kush i ka fajet? Nuk do të nuar këtë policisë. Ky drejtori policisë, a i ministri drejtësisë, ministri shremësisë, jo i drejtësisë. Po këtu turp t'ju vime, turp t'ju vime. Populli janë kroj për drejtat e tyre, këta ja ullin të drejtat. Mos e hapin të drejtat. Na del ati ajo balokumi ati, që ku ka skriua Shqiprinë. E pije i krimineli jashtë mëre. Edhe ky i gjati më, ky baloshi, i kutës më, i pije një krye krimineli që ka të nuar sa veta me burgin për eshe, me pushlative, me tëra. Tërë familjet e kriminelve janë aty në deputetet e Partisë Socialiste. Tërë plerat, falemderit. Mirë, falemderit dhe ju zotëri për telefonatën. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Alo, mëngjes, përshëndetje. Urdhro, zotëri. Në 6 muaj kam nga 3 muaj telefonat. Do thotë 190 ditë nuk e kapë. A bitëm se si e nga Desha, e nga Kuksi, e nga një e kapën për herë. Me gjë. A unë kam bë... Gëzojmë që jemi bashkë. Vjen keq që është kjo situatë. Po, urdhro. Telefoni herë me të dhe ndaj numër telefoni. A i numër telefoni ishte 0094 që qava një hapë. Për një leje betimit të nga 500 dorës. Po. Kam shkuar atje, dhash intervistën, dhe ma të dhash intervistën,
sa i gazetari që do vim atje në sa dhe ta filmojmë atë në vend. Dhe u bë kaq kohë që nuk erdhis. E desha me ditë, mojnë e dërlegës kjo si mundet që sërde i gazetari. More disa herë, apo do vjenë në 3 gazetari, jo vjenë kështu vjeshor, në fundimisht nuk merë një fare. Tani akuza mos hidh kot e para punës. E dyta, po më dëgjon, a më pyete, po. Tani, tak fak emisioni që ke komunikuar ti, nuk ka qenë në transmetim për kaq kohë. Në muajin mars që kthehet në transmetim. Unë të ftoj ta telefonosh sërish Marselin dhe do i thuash komunikova. Po të them pra që ne prej muajit gusht, edhe më para se muajit gusht, që ndodhi ajo që ndodhi me News 24, nuk ka qenë në transmetim pra. Po mbush gati, po të kuptoj pra, po mbush gati një vit. Ka një vit e gjysë që kam dhënë, një vit e 7 muaj. Të kuptova pra. Tani do telefonosh sërish, nëse e ke ma atë numër, do telefonosh sërish pas pak në orën 8:30, kur vinë edhe stafi i takfakut, edhe do i thuar shqetësimin. Po. Po të them që i numëri ishte 0094. Po, a i numër është ende? Do marrë në 8:30. Në rregull ose në 9. Te a i numër. Okej. Dhe tregoja gjithë rastin. Mirë, faleminderit. Presim një tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, Glevis. Po, zotri. Tani, jo aty ke gazeta tuja se dhe Bjella u procedu për gjyq. Po. Bjella. Kemi dhe Bjellën për burg faktikisht, por nuk na lejon Palloti. Se shqyr vetëm këtë fjalë nuk na ndërpret ti fjalën Pallot. Se ke të drejtë, ja tha vetë ortakja. Po që arsyshme, du t'i thomi edhe në Pallot tani. Më dëgjon? Të dëgjoj, po. Tani, më bën çudi, fillojnë e qajnë ta komunista, ta spardhjatët komunista, se këta janë njerëzit ma pastyrë. Se u dëmtu policia. Po i harrun ata shkopit, ato bishtat e kasmove që gjujnë mi policë. A kanë pa një video tjetër këta më të vështirë se ajo? Se asi nuk është në dakord po këta janë të habishëm. Se kur pedeja shkon si zotnia tje, paraqitet, ta thonë, more, fëkuqë, se që do bjeri Rama, ta ben, ta janë bashkë, e kanë gjetur arsyen, se për nëmën nuk e dëmton kjo fjalla bashkë, kjo dëmton Berishën, janë bashkë, thonë. Këta. Edhe a i shkojnë atje këta, bëjnë i gjiro, apo në del me i farë Salioni, thot, dalin atje për parat, thot, se Salioni e dhe që këte. Këte këshu. Kjo ati t'i përqende. Edhe përqedojnë të shi, ka do përqedojnë edhe babën tim që ka 50 vjetë që ka vdekur, përqedojnë Berin Duiqin që është në Amerikë. Organizoj që organizoj, sa apo se qarë sa, ku t'i gjohë se nga i kanë këto lojsh pivjes, tjetër nuk ishte aty si ti e përqeduke. Që do bëjnë më, që lojsh diktaturë do në silin prap këta ne. Dhe vazhdojnë pasaj, përse se dalë në një sotin, përse dhe djenë para poltit. Vazhdojnë pasaj, tojnë, gjujtën, bënë, Saliu bret, Saliu, jo nuk bret Saliu. Ajo fjallë djetë, komunisti bret, komunisti kërkon gjak, ajo ka qenë qysh në kohën e luftës parë botërore mate, komunistët kanë bra, 2 botërore. Komunisti bret, jeton për gjak, edhe gjithmonë, ta qaj vrasin më pa shpine, qaj vrasë dhe me 21 janar atje dhe ju qërë lune, që erën për shtetë se do t'i gjenë, do t'a gjykojnë, se nuk i gjykojnë ta Sali Berishën, se si gjykojnë ta gjithi gjykojnë, Sali Berishën nuk i ka lënë gjë pa gjyku. Ministrat e Sali Berishës, qka? Thonë, ne jemi me gjykatën, se din shumita, gjykojnë, ku në Bitburg po bëjnë ta. Një Bitburg, bënë e që kapet me 10 gram drogë, një Bitburg bënë se mjetë e hiri, 2 vjetë. Kërë kriminelli, o këta s'kanë më, këta jenë gjithë kriminel, po nuk jenë vetëm qeveria kriminele, janë kriminel ku që ka dhënë votën Partisë Socialiste. Gjithë hajdutër janë.
Vërvakishe dhe me fare me fis, mund të vinë fis hajdutësh. Mirë, zotri. Edhe deri ku kanë shku në pushtet. Duhet ta mbyllim tani. Faleminderit për telefonatën. Përshëndes. Presim i tjetër telefonat, i lëmë hapësirë të tjerëve që të komunikojnë. Mirëmëngjesi. Presim vetëm pak sekonda sa të konfigurohet lidhja me telefonatën e radhës. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotri ose zonjë, jeni drejt për drejt. Zotri. Mirë, e mbyllim, presim i tjetër telefonat. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, zotri, urdhëro. Mirëmëngjesi, çoni, jeni i vetmi kanal si ju me sy televizor që jeni pro popullit, pro opozitës, në për këtë duke falenderojmë. Faleminderit juve që na ndiqni. Po. Se a çoni? Mirë, faleminderit. Më thuaj, zotri. Ne. Jeni i vetmi kanal që alo. Zotri, je drejt për drejt. Mos na dëgjoj nga televizori, vetëm nga telefoni. Të dëgjuam, urdhëro. Jeni vetmi kanal si ju në sy televizor që jeni pro opozitës dhe pro popullit. Dhe për këtë ju falenderoj. Po. Falenderoj. Faleminderit, më thuaj. Do të flasim për protestën. Po. Urdhë. Rrifën qytetar dhunshëm. Rrugës mas protestës. Dhe kjo është një polici, nuk do të themi po kjo një polici bazindeske. Një polici që drejtohet një emër ka, një bandit ka, Edi Rama. Po, e ka mundur televizorin. Dhe dua që ky njeri kërkon luftë civile. Ne nuk duam luftë civile, ne duam që ky të largohet. Dhe ky prap do luftë. Rama luftë do të kesh. Në qoftë se kërkon luftë, në luftë do të kesh, luftë civile do të kesh. Demokracia fitohet me gjak. Nuk rrifen fëmijët, nuk rrifen njerëzit rrugëve. Se do të marrë banditi. Se do të heqë vëmendjen e atyre hajdutëve, korrupsionit, atyre tetësve, Balina Balluku, u çuditën çysh mbron një bandite. Mbron një bandite. Kur ti ke mund rrjep djersën e popullit, rrjep ato lekët e popullit. Në kjo delen e mbron. Kjo është një bandit. Kjo është, nuk e di, gjithë komunistët aty janë. Spiropali njëve komuniste. Balluku njëve komuniste. Hoxha njëve komuniste. Ky çuni Krista Gjamës. Kësë në rrifë njerëzit. Njerëzit kërkojnë të drejtën. Të kuptova, zotri. Faleminderit për telefonatën. Një turp. O, du t'i bëjnë një thirrje e popullit. I thoj bëjnë thirrje policisë. Nuk është më zotria, na iku thirrja pa e marrë. Presim i tjetër telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Urdhëro, zotri. Mirëmëngjes, zotri. Përshëndetje, zotri. Më thuaj. Më dëgjoj, zotri gazetar, më dëgjoj ndalje. Po. Qoftë nipi mi ta dot, ose nipi i Lëvizës. Po. Duhet të jesh aty për popull, se çfarë janë këta njerëz. Komunistë kështu, komunistë kështu. Unë kam qenë një komunist, nuk jam socialist as demokrat. Më dëgjoni? Të dëgjoj shumë mirë. Tashi, me çfarë drejtë këta, shaj komunistë për neve, po të ndrimit të tërë, ne komunistët e Lëvizës, me një masakr, një potësi. Po qa janë këta, u ta thasë i fillim. Kjo është nipi në Lëvizës, si gazetar. Kjo është nipi, një ta të behë, dy rrimat kresoj. Po, edhe nuk la fosë kështu amanë more. Po të ven Albati me kalamajt e Tiranës. Me kalamajt e Tiranës, ta jedi modestovat të digin polisë, të digin gazetar, të digin dreqin e të birë, edhe, vete sa di u atje, nuk bëja që, a marë mërë gazetarë, të lodhem shumë jetë quni i ri, quni i mirë, i respektuat.
Po mbaje si, po delej Nikolaj, delej komunisti, delej drëgjën i bi, pa marë se po të Tani ju i gacmoni vetë, se sot s'ka dal njëri në këta. Pse i gacmoni vetë? Sot s'ka dal asnjë nga ata. Po marë, zoti gazetar, unë të them shoku se kështu jam mësuar, po të them zoti gazetar, jetë qoni mirë ke perspektivën tata, familjen tata, mos i lejo këta njësa fosin kaqë. Mirë, faleminderit zotëri për telefonatën. Përshëndes, nuk e dini se kemi kohë të presim një tjetër telefonat, shkurtimisht. Okej, marrim një tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Zotëri ose zonjë, jeni drejt për drejt. Urdhroni. Alo. Po, zotëri. Alo, mirëmëngjesi. Përshëndetje, zotëri. Që duhet ikur ky nga pushteti, duhet me ik më burë. Po është puna se këdo vëm më burë tani. Këdo më thoi, le të thonë ta më, se këta thonë, jo komunisti, jo të ikën komunisti. Po pse, akoma do vazhdo me komunistët 35 vite më burë. Erdhim në 91-shin ky krye komunisti, tha do përzon komunistët. Iku ky erdhi nano, do përzon komunistët. Erdhi ky i gjati, do përzon, po pse më burë, akoma kështu do ecim ne, poshtë komunizmi, edhe rroft ai që ka qenë sekretar partije që s'ka lënë njeri pa futur në burg më burg. Fal televizionit tuaj dikur jo sot. Edhe ngriti që ky Berisha ka thënë në një mbledhje që u dënua ai Bloshmi mas, gabohen, edhe ka thënë të dënohet me varje. Edhe këta akoma kërkojnë më burg. Nuk e di se çfarë kërkon ky popull tani më burg. Më thoni, ore ky i gjati duhet hiki dhe njerë më burë. Duhet hiki se bol 14 vjetë. Ore kë do vëm. Le të thonë, ore do vëm Berishën prapë. Pa ka lënë gjë pa shkatruaj ja i krye kriminali. Në zgjedhjet e fundit kishim 5-6 subjekte tjera. Por no dhe jetë luta. Në zgjedhjet e fundit, them, ishin dhe të paktën 4-5 subjekte, 4 tjera ishin. Mundësia, Shqipëria bëhet, a ishin 4, Lëvizja e marrin këtë zotin Labaj. Ky zotin Labaj u çfaj tani sa do bashkoj me Berishën. Ndërsa ai tjetri si e ka ai Brunjapi, ishte me Berishën aty, edhe tani nuk kishte kur ajo ti thoshte popullit vërtetën në syt Berishës, që ti o zonë ik. E vajti kjo parti tjetër. E çfarë është kjo gjë? Do ikin nga Berisha, do bashkoj me Berishën prapë. Është ky popull tani që duhet zgjedhë një rrugë më burë. O të mbaj këtë gjatin, o të bjen atë të shkatroj dhe këtë që është ndërtuar deri tani. Të kuptova, të falenderoj zotëri, të kërkoj ndjes, më duhet ta mbyllim, do të shkëputemi për hapësirë publicitare, pas pak do të jemi me mjekun Gerald Kola në studio. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, në hapësirën e ekspertit, kam nderin dhe kënaqësinë të kem studio mjekun simpatik Gerald Kola, gastropatolog, mjek internist. Përshëndetje doktor, faleminderit për kohën tuaj. Mirë u gjete. Kemi vendosur sot të flasim për konstipacionin. Një problem për cilin ndoshta pak flitet, është pak e sikletshme si temë për të folur. Ndoshta jo aq sa më parë, por gjithsesi e shoh që njerëzit janë të rezervuar për të folur për konstipacionin. Dhe ndoshta konstipacioni mund të sjellë probleme më të rënda më pas, për shembull problemet e rënda të zorrës trash që duhen ekzaminuar që në fillim është një ndër problemet më të mëdha në zhvillimet e tumoreve, mos gaboj unë. Tani, si duhet ta shmangim, çfarë duhet kemi parasysh, cilat janë shenjat e para që janë alarmante, duhet i drejtohemi direkt mjekut? Atëherë, e para njërë është ajo që ti the, që duhet të përcaktojmë shkallën e konstipacionit, ose këtë do i quajmë konstipacion. Konstipacioni sigurisht, ose mënyra se si ne defekojmë, ka disa shkallë që ne caktojmë trashësinë, formën e gjitha mënyrën e feqes, por kjo është ka, si të thuash, është një Bristol score që ka të teknikën e matjes edhe ne e përcaktojmë. Pikavarazh për përcaktuar Pikavarazh është si përcaktimi që kur ne duam të përcaktojmë një sëmundje apo një gjë dhe shohim shpeshtësinë e daljes, mënyrën, se si janë formuar feqet apo. Por kjo është pak më e thellë. Ajo që unë do rekomandoja në përditshmëri është që ne të gjithë duhet të kemi një rutinë defekimi. Domethënë njëri 24 orë, apo njërë në 30 orë, apo njërë në 12 orë, varet si e kemi ne personale. Zakonisht është e mira që njërë 24 orë ne të defekojmë. Kështu që nëse këto sisteme prishen, që ne
kemi ndjesin, por nuk shkojmë, ose nuk e kemi ndjesin, mirë po rëndesën e ndjejmë, dhe nuk na vjen ajo ndjenja që duhet të shkojmë në tualet, ka ca teknika që ne duhet të shkojmë në tualet edhe të bëjmë sikur. Mund të rrim 2-3 minuta aty dhe ta stërvisim trupin që çdo mëngjes ose çdo darkë ta nxisim ose të krijojmë atë rutinën tonë të përditshme që ne të na ndodhin këto gjëra fiziologjikisht. Sepse dihet tani që konstipacioni ka shumë faktorë, që një nga ata janë dhe faktorët psikologjik. Janë faktorët stresantë të zorëve, janë prishja e mikrobiotës, e florës intestinale, që ajo mund të vi pastaj se edhe ajo vjen prapë nga stresi, mund të vi nga ilaçet e përdorura, mund të vi nga laksativët që përdorin njerëzit shumë, për shembull këto çajrat kundër dobësimit, që kanë efekt laksativ, që të dobësojnë duke nxjerrë jashtë lëndët materiale të trupit, kanë në përbërjen e tyre gjethesene. Gjethja e senës, një nga problemet, efektet anësore që ka, është se bën zorrën dembele, ajo që quajmë ne zorra dembele. Pra, mësohet vetëm me të nxitur. Mësohet vetëm me të nxitur, mësohet vetëm me stimulant të jashtëm edhe krijon ato pastaj problemet. Sëmundjet e ndryshme mund të bëjnë që të ulet ajo peristaltika e zorrës që quhet. Ushqimet, dieta e varfër në fibra për shembull. Kur ham shumë proteina, shumë yndyrna, edhe ham pak fibra, ajo na ndikon. Një pjesë tjetër është uji. Konsumi i ujit është faktor kyç në konstipacion. Dhe ne e kemi vetë në dorë këtë gjë. Sigurisht nuk po flas në rastet kur ne kemi probleme të zorrës. Ne po flasim në rastet kur jemi njerëz të shëndetshëm. Se kur kemi probleme të zorrës, siç është koliti, apo siç është sindromi i zorrës irrituar, ato pasaj janë raste që duhen mjekuar. Po flasim konstipacion, dalje trash, dalje me vështirësi në një person të shëndetshëm. Dhe dalje jashtë asaj rutinës që ne kemi krijuar. Siç e tham që në fillim që kemi atë 24 orëshin, ose ka raste dhe persona njërë në 48 orë, nuk po them që patjetër e mira është njërë 24 orë, por nuk përjashtohen, edhe më shpesh nuk ka problem. Ekziston edhe një shtres populate që dalin edhe 2 herë në ditë, por janë procese fiziologjike nëse kjo ka ndodhur gjatë gjithë jetës tyre. Ne do shohim vetëm ndryshimet në përditshmërinë tonë. Domethënë, se shëndeti kjo është, nuk është se ka një teknikë të përcaktuar të shëndetit. Shëndeti është thyerja ose prishja e metodikës apo e rutinës tonë funksionale të përditshme. Domethënë, nëse ne jemi 20 vjeç apo 30 vjeç, edhe kemi 20 apo 30 vjet që funksionojmë në këtë mënyrë dhe jemi okay, nuk ka rëndësi se do na thot dikush që kjo është mënyra e duhur apo kjo është mënyra e gabuar se si ne funksionojmë. Pra në një farë mënyrë ne e di më mirë shëndetin tonë se çdo kush tjetër. Ne jemi mjekët e vetvetes, nëse mund ta themi. Por jemi observuesit më të mirë të vetvetes. Sepse edhe kur shkojmë te mjeku jemi ne që ja themi mjekut çka ka ndryshuar tek ne. Se mjeku nuk rri me ne për ditë, nuk e di si sillemi, nuk e di çfarë procedurash kemi, nuk e di çfarë rutinash kemi. Kështu që ne do vëmë re, edhe kur të shkojmë te mjeku, do shohim ndryshimet dhe sa afatgjata kanë qenë këto ndryshime. Sa kohë? Ka qenë 1 ditë, 2, 1 muaj, 1 vit. Atëherë ne ndërtojmë atë historinë e sëmundshmërisë ose e thyerjes apo e prishjes së metabolizmit ose të mirëqenies së organizmit, si ta thuash, apo shëndetit në përgjithësi. Çfarë duhet shmangur? Domethënë, cilat e ndikojnë këtë rutinën tonë, prishjen e rutinës? Shmangja. Pagjumësia është kryesore, është bazë. Pagjumësia? Pagjumësia, çrregullimet e gjumit janë faktori kyç në mënyrë të drejtë për drejtë, në mënyrë të tërthortë që thyen të gjithë ritmin e organizmit. Ritmi cirkadian i njeriut është shumë fiks edhe ai duhet respektuar në të gjitha. Nëse nuk bëhet ritmi cirkadian, nuk ndërthuhet nuk bëhet ose nuk procesohet mirë as cikli Krebsit, ai që bën fuqizimin e qelizës, ai që shton energjinë e qelizës, ai që transformon energjinë brenda trupit njeriut.
Kështu që nëse ne i heqim një hallk funksionalitetit të organizmit, të gjitha hallkat e tjera do prishen. Dhe prandaj themi shpesh që faktorit kryq është gjumi cilësor, 7 deri në 8 orë është taksative, ai që se ndryshon pastaj është histori më vete, por taksative është 7 deri në 8 orë. Po mirë, vjen një farë moshe për shkak që unë dëgjoj që nuk flëm dot më shumë se 4-5 orë, që janë moshat mbi 50-60 vjeç për shembull. Jo. Atëre, ajo është një justifikim moshor, do të thoja unë. Ata nuk është se s'duan të flenë. Nuk flen dot. Nuk flen dot se një, ose kanë probleme me prostatën, ose kanë probleme me artritin, ose kanë dhimbje, ose nuk janë të qetë. Pra nuk është normale. Nuk është normale, sigurisht, nuk ka gjë normale. E kanë quajtur normale sepse i përket moshës 3 dhe shiko, ne bjem dakord që të thyejmë ca normalitete për hatër se është shumica ose e gjithë popullata kështu. Por jo, ka njerëz që janë në moshë të tretë, që flenë 7-8 orë në mënyrë fikse. Kjo nuk do të thotë që pse shumica bën kështu dhe kjo është normale apo e shëndetshme. Mund të jetë normale në mënyrë sociale, po nga ana e shëndetit nuk është normale. Çdo lloj moshe, fëmijët sigurisht duhet të flenë më shumë, fëmijët 8-9 orë, po të rriturit 7-8 orë duhet patjetër. Pak rëndësi je 20 vjeç, je 30 vjeç apo je edhe 90 vjeç. Nëse je më i vjetër nuk do të thotë që duhet të flesh më pak. Gjumi, ritmi cirkadian është normal për të gjithë. Prishen ciklet, prishet harmonia e sistemit, atëherë fillojnë ndryshimet edhe ne fillojmë ta justifikojmë. Se s'kam gjë se pak më prish gjumi, por jo, gjumi është faktor kyç. Tjetër element? Dieta. Dieta është ajo që e kemi thënë edhe e kemi stërthënë që trakti tretës është i varur totalisht nga dieta jonë. Ajo çka ne ham. Ushqimi, mënyra si konsumojmë, mënyra se si ne e kemi ose jemi të vetëdijshëm për atë çka po ham. Pastaj pjesa tjetër e ujit. Shumë njerëz vuajnë nga mospirja e ujit. Domethënë kur i pyes njerëzit, pi ujti? Pi doktor, pafund pi. Sa për shembull i them unë pafund? Pi patjetër 1 litër ujë në ditë e pi. Ndërkohë 1 litër nuk është asgjë. Minimalja është 2 litra ose 8 gota ujë në ditë. Minimalja që duhet ta konsumojmë. Që ne të jemi në atë fushën që po pim ujë mjaftueshëm. Që të jetë i hidruar trupi. Nëse pi më pak do dehidrohet trupi. Dhe normalisht, ku do shkoj, kush do e vuaj më tepër, zora e trash do e vuaj. Tjetër gjë, ne kemi hequr dorë nga ushqimet e fermentuara, nga ushqimet e bëra në shtëpi, nga ushqimet e vërteta. Kemi vetëm procesime, kemi vetëm këto konservantët, këto janë armiqt kryesor. Konservantët, ushqimet me konservant, janë tmerri i zorrës. Sepse siç bëjnë konservimin apo zhdukjen e baktereve, se në fundit konservanti këtë bën në një ushqim apo në një pije. Ngorth gjithë sistemin bakterial që mund të jetë aty, atë gjithë shtamën bakteriale që mund të jetë në atë ushqim apo kjo është ajo mosprishja, se prishen është ushqim i vdekur, në thelb. Është ushqim i vdekur, sepse prishjen në një ushqim e bëjnë bakteret, nuk vjen prishja vetvetiu. Kështu që çfarë bëjnë konservantët? Ngordhin bakteret, sulmojnë bakteret. Të njëjtën gjë bëjnë edhe në trupin e njeriut. Kur ne ham këtë ushqim me konservant, sepse konservanti është pak paradoks që konservanti e ka vlerën e tij të aktivitetit derisa është data e skadencës. Data e skadencës në një produkt për këtë vjet që konservanti është aktiv, jo se mbas datës skadencës është prishur ushqimi. Thjesht nuk garantohet sepse konservanti e ka efektin deri në datën e skadencës. Kështu që në momentin që ne fusim trup brenda datës skadencës, konservanti është aktiv, ai prapë trupi do e përthith. Janë lëndë aktive kimike që përthithen nga trupi, nuk janë lëndë inerte që nuk përthithen nga trupi dhe dalin jashtë ashtu siç futen. Jo, ndikojnë në metabolizmin tonë. Kështu që konservantët janë shumë, prandaj edhe gjithë bota tani po kalon në ushqimet e freskëta, në ushqimet e gatuara, e sapo gatuara, Azia, për shembull, ata e kanë në kulturë që nuk han asnjëherë leftover, ato që i ke lënë edhe nga darka, çdo ushqim
do gatuhet në çast, në moment. Më mirë një gjë të thjeshtë edhe në çast, se sa një gjë të mirë edhe të lënë mbasdore. Tani, problemet dhe shqetësimet kur janë të rrezikshme? Dhe kur duhet jemi të alarmuar për të shkuar në pas ndoshta edhe te kolonoskopia apo element tjerë? Gjithmonë një nga arsyet që mund të japi konstipacioni është të çaj zorrën e trash, të jetë ajo fisura anale që quhet gjakosja, sepse varet dhe trashësia ose forca e stullit e feqes. Dhe nëse ne shohim këto fenomene, nëse na ndërhyjnë në cilësinë e jetës, domethënë njerëz që nuk shkojnë në tualet për një javë, rresht, njerëz që duke mos shkuar në tualet u prishet gjithë cilësia e jetës, barku i fryrë, të rënduar, toksinat në trup, se nuk shkarkon trupi. Kështu që kjo është pak si thuash edhe vetë duke e ndjerë, nuk është se ka një cikël që kur duhet të shkojmë. Nëse na prishet cilësia e jetës nga vështirësia në të dalë jashtë, nuk po e quajmë konstipacion, por nëse na prishet cilësia e jetës nga vështirësia në të dalë jashtë, ne duhet patjetër të drejtohemi te mjeku. Përpos raste pasaj kur shohim gjak edhe kur ndjejmë dhimbje edhe kur ndjejmë djegje, gjitha ato janë thelbësore dhe janë në parim. Por ka disa njerëz që mund të jenë mësuar me këtë, mund të jetë kthyer në normalitet. Kjo gjë edhe thonë se s'kemi gjë, se kështu. Nëse ty të ulet cilësia e jetës nga kjo gjë, duhet patjetër të shkosh te mjeku. E gjitha bëhet mbi cilësinë e jetës, që është gjë thelbësore, por që ne e kemi harruar shpesh, edhe nuk e shohim cilësinë e jetës. Është e rrezikshme, doktor? E rrezikshme. Kur arrin në këtë fazën e fundit. Se ndoshta nxiten edhe në Afrika, domethënë, për të mos shkuar. I rrezikshëm është shkaktari i konstipacionit, nuk është vetë konstipacioni. Konstipacioni mund të jetë edhe një mënyrë natyrale e trupit, domethënë, por shkaktari i konstipacionit, sidomos konstipacionit kronik, se nuk po themi që kemi kaluar një situatë të keqe, apo kemi përdorur antibiotika, apo kemi pasur një problem shëndetësor, se konstipacioni mund të jetë edhe medikamentoz nga ilaçet. Ka shumë ilaçe që t'japin konstipacion, është efekt ansor për shembull. Por kjo me ndalimin e përdorimit të ilaçit përmirësohet, nuk është problem. Por konstipacioni kronik që zgjat me javë, me muaj, me vite, ai patjetër që duhet parë pse ndodh kjo gjë. Ka diçka që nuk shkon. Nuk është problemi për t'u alarmuar e gjitha, se rrallë herë është vënë re që konstipacioni në vetvete, se konstipacioni mund vjedhe nga një tumor i zorrës trash. Mund të jetë një tumor i sigmus, për shembull, që është ngushtuar hapësira edhe ti nuk del dot, është konstipacion mekanik. Ngushtohet hapësira anale dhe ti nuk defekon dot, e ke ndjesinë e Ka shenja? Apo sigurisht. Domthon që i dallon nga konstipacioni normal apo s'dallohet dot, duhet bërë pastaj duhet bërë konsulta, duhet bërë ekzaminimi, duhet parë që pse po vjen ky konstipacion kur është, si thua, mbi një javë apo mbi një muaj. Kur ti shef që ky konstipacion po të bëhet kronik, patjetër duhet drejtuar te mjeku, duhet gjetur shkaku, nuk është në vetvete problemi i konstipacionit. Problemi është shkaku. Ç'a e bën këtë që ti të ndryshosh, edhe nëse është thjesht çështje stil jete, është një gjë më e thjeshtë në botë që ti të ndryshosh. Por mund të jetë edhe kjo që tham, tumoret e shumta të zorrës trash mund të japin konstipacion, patjetër. Po ana sjellta, pra, nga problemet e shumta të zorrës apo konstipacioni i vazhdueshëm me kohë që thatë ju, të krijojnë dhe tumoret? Jo, nuk ajo është e pamundur, nuk ka. Nuk ekziston. Nuk tumori është histori tjetër, ka predispozita tjera, ka fispatologji tjetër, kështu që nuk është që ne vuajmë nga konstipacioni dhe nga konstipacioni do na kthehet në tumor apo në kancer, jo. Nëse vuajmë nga kanceri, po mund të kemi konstipacion. Konstipacioni është simptom, nuk është sëmundje në vetvete. Është një shenjë e organizmit që po tregon që diçka nuk shkon në sistemin tretës të këtij personi. Por nuk mundet vetë konstipacioni në vetvete të shkaktarët e konstipacionit, po mund na çojnë në kancer e gjitha. Por konstipacioni është simptom, nuk është sëmundje.
Me qartë. Shumë faleminderit për gjitha sqarimet, doktor, shumë shtërues si gjithmonë argumentimin edhe shumë i thjesht për publikun. Ne do të presim tani telefonata në studio, kemi diku të 5 minuta kohë, numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran për çdo pyetje që mund të keni për doktorin, për pyetje që nuk ka nevojë për ekzaminim, domethënë për çfarë mund të japim një orientim. Numrin e telefonit e keni të afishuar në ekran, e keni të hapur për këtë momenti, kështu që presim telefonatat në studio. Regjia të njoftoj kur e kemi lidhjen gati. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri. Të lutem uli zërin televizorit, je drejt për drejt me doktorin. Patjetër, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndes shumë edhe doktorin. Unë jam 50 vjeç, në vjallë e vuj shumë pajunësin, se një gjove doktorin, Po? që duhet të flesh 8 orë në gjumë. 7 deri në 8 orë është e mira. 7 deri në 8 orë. Po. Po unë e vuj shumë pajunësin. Atëhere, pajumësia ka shumë faktor. Një është konsumi i kafes, nuk e di si e konsumon kafen. Kafen u bojsh rreth një muaj që kam hequr. Shumë mirë, ja, këto janë masa që ti i ke ndërmarr, ke filluar. Vuj me prostatën. Prostata është një nga arsyet kryesore që na bën të zgjohemi natën edhe të na prishit cilësinë e gjumit. Po, përdor edhe ilaç prostate, kam rreth afër 10 vite. E kuptoj, po 10 vjet me ilaç prostate, mos ndoshta ka ardhur momenti që ta operosh. Nuk e di, ke folur me urologun. Edhe natën me fjalë ngrimi rreth 2-3 herë. Kështu që të çuarit natën 2-3 herë, pavarësisht se vjen nga prostata, prishet cilësia e gjumit, prishet rehatia, prishet sistemi normal i gjumit. Kështu që duke qenë se ti e di faktorin kyç që ta prish gjumin, duhet ndërmarrësh iniciativa për prostatën. Me urologun duhet ndiqesh patjetër që ta rregullosh këtë gjë. Po, të kuptoj shumë mirë, doktor. Mirë, të shkuara. Shumë faleminderit. Gjësi mirë. Faleminderit doktor për përgjigjen. Presim dikë tjetër në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Përshëndetje zotëri, urdhro. Jam një zonjë. Zonjë, okej, undrua. Po, kam probleme me kolitin. Kur kam probleme me kolitin, ma jep një lindje të veshi dhe të supi. Po? Po, qa problemi me kolitin ke? Më pa ashu gazra, blokohem, nuk dalë jashtë. Atëherë, besoj ti ke kohë që vuar nga kjo gjë, apo jo? Po, dhe që kur kam qenë e re, Dhe kam përshtypjen që ke një grup ushqimesh të caktuara që ta shkaktojnë këtë gjë, apo jo? Dëgjon zonjë. Më dëgjon zonjë. Po, dëgjoj. Deri tani, ke vënë re një grup ushqimesh të caktuara që të shojnë të kjo situatë? Kam vënë dhe kur pi qumësh, kur... Bravo. Këto ushqime i ke eliminuar? Kur kam ashu i kam eliminuar, më shumë të dorë kështu këto arore të arë, për shembull bajame... Po, zonjë, ushqimet që ty të bëjnë dëm, nuk duhen eliminuar kur ti ke probleme me kolitin. Duhen eliminuar që ti mos të vesh deri te problemet. Duhen eliminuar në përditshmërinë tënde. Po pse kam të vidjen të veshje dhe të supi, i majtë? Sepse zorra e trash ka lidhje nervore me të gjithë trupin. Janë thjesht sinjalet e dhimbjes që shpërndahen, zonjë. Pra të Qa mund të bëj unë, doktor? Ti duhet kesh kujdes në dietën ushqimore që ha, të shtosh edhe pak probiotik me prebiotik në dietën tënde ushqimore, të shtosh sasinë e ujit që konsumon. Uj, pi uj. Sa uj pi në ditë? Po rreth 2 litra uj pi në ditë. I pi rreth 2 litra. I pak më e sigurt për këtë rreth 2 litra, se ndonjëherë kur ne mendojmë që i pim 2 litra, nuk i pim 2 litra. Kështu që fillo mate pak sasinë e ujit që pi, shtoj edhe probiotik dhe prebiotik në dietën tënde, që të rregullosh atë florën intestinale, fillo pak aktivitet fizik, ecja bën shumë mirë kundër konstipacionit. Aktiviteti fizik është një nga arsyet më të mira për ta luftuar konstipacionin, edhe kapslikun. Kështu që të paktën 1 orë ecje në ditë duhet ta bëni. Kur lëviz kam ndryshime shumë kështu kur. Urdhro? Kur lëviz ndryshon. Kur kam lëvizje shumë që lëviz më ndihson ajo. E ke vënë re që përmirësohesh apo jo? Po. Atëherë duhet lëvizësh sa më shumë, zonjë. Merr një shoqe poshtë pallatit edhe bëni një xhiro.
rreth e rrotull. Shumë faleminderit. Të shkuara zonjë. Faleminderit zonjë. Nuk e dini se kemi kohë të marrim në një tjetër telefonat? Regjia të më njoftoi. Okej, presim në një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Alo, mirëmëngjes. Po zonjë, urdhro. Desha ta pyes doktorin, unë jam me diabet faktikisht. Edhe vuj nga shikza e ujit. Po? Kam një lloj infeksioni që kam bë disa herë ilaçe, jam kontrollu edhe me del Escherichia coli. Escherichia coli, po. Po nuk e di se çfarë antibiotiku ma zhduk. Atëherë, Escherichia coli ka një veçori që është një nga mikroorganizmat patogjen më të vështirë për të eliminuar në organizëm. Po thuaj se nuk e radohet kur, nuk hiqet me asnjë lloj antibiotiku. Por ajo që mund të bësh her pas here kur zhvillohen shtamet mikrobiale që ty t'japin shqetësime, sepse gjurmë të bakterit mund të qëndrojnë për kohë të gjatë, por kur ke probleme, kur ke shqetësime, siç është djegja apo kruajtja, atëherë do bësh analizën e urinës me mbjellje për të parë cili antibiotik është më funksionali në ato momente. Sepse varet nga shtamet që krijon Escherichia coli, por është shumë e vështirë për t'u erraduar, për t'u hequr ose për t'u eliminuar totalisht nga trupi. Kështu që vetëm në momentet që ti do kesh shenja klinike, atëherë do bësh analizën dhe do marrësh mjekimin që të nxjerrë antibiograma. Kështu që zonjë, duhet përshtatesh pak edhe ti me smundjen. Doktor, shumë faleminderit për përgjigjen. Mi e jashtëzakonshëm me këtë komunikimin tënd natyral me qytetarët. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare pas pak me Marcel Rupi në studio. Marcel Rupi! O Marcel, ktheu orë, uj. Mirëmëngjes Marcel. Mirëmëngjesi Klev, mirëmëngjesi të gjithë, përshëndetje, jemi këtu në shesh si çdo mëngjes edhe sot për të pyetur qytetarët. Në fakt sot kemi zgjedhur një temë e cila përgjithsisht njerëzit edhe i fut në disa, po themi në thonjza, jo konflikte, por në disa debate me njëri tjetrin, pasi disa besojnë më së shumti tek shkenca, disa besojnë më së shumti tek feja, besytnit, ide konspirative, të cilat secili ka të drejtën e tij. Besoj që të gjithë njerëzit besojnë tek të dyja, por dikush beson më së shumti tek njëra. Prandaj do t'i pyesim sot qytetarët se cila besojnë më shumë në momentin kur këto të dyja kanë kontradikt me njëra tjetrën. Kemi një person për shembull që është fan si jo të dhe erdhi direkt tha unë jam këtu, tha do pres, ka 10 minuta që pret vetëm për të folur me ty. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Pyetja kryesore është domethënë, a beson më shumë tek shkenca apo tek besytnit? Tek feja apo ku beson më shumë? Më shumë ke besytnit. Besytnit më shumë? Për shembull ti ecën me idenë që nëse në një vend hyn me këmbën e djathtë ecën më mbar se me këmbën e majt? Për shembull me shku me ke gishë laçit. Megjithëse shkenca thotë që të dyja këmbët janë njësoj. Po mirë, tani ne edhe kur martohesh thotë po të këmbën e majt. E ke bërë këtë ti domthon? E kum bën unë. Pa këmbën e djathtë ti mendon që nuk do të heste kështu siç ka ecur. Edhe shkenca nuk thonë duhet besosh, po shkenca ja fusin në kot. Ashtu. Edhe më thotë përmyset bota. Kurse besytnit janë gjithmonë të sakta. Deri tani të kanë dalë? Tani shumicën e radhë edhe dalë, ka në mashtime, po shumica. Por ti beson këtyre institucionet besytnive që janë zyrtare? Kanë dhe këta zyrtare të tyre? Zyrtare? Kanë dhe ato, si s'kanë. Baba të morin, kanë kishën e menet të shenjta, normal, ato janë. Faleminderit shumë, edhe ditë të mbar. Klev, nuk do të harrosh për të mbajtur, po themi, këtë countin, pra për të numëruar se si do t'jemi, jemi 1-0 deri tani për besytnit. Në rregull. Do të shohim se si do të vijoj, do të kemi qytetarë të tjerë të cilët e kanë mësuar tani, po ta shohim rreth e qark fillon kjo boshatisja e momentit, por ne do të pyesim. Mirëmëngjesi, më shumë tek shkenca apo tek besytnit? Ku beson më shumë? Mirëmëngjesi, beson tek shkenca apo besytnit më shumë?
Zotëria ka nevojë të mendohet, gjithsesi ne këtu jemi, sapo të mendohet, mund të rikthehet edhe të flasim. Ja, erdhi një person që e njeh gjithë publiku që besoj do na flasë shumë gjatë. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Beson tek shkenca apo tek besytnit, fetë e këto të tjera? Mos besove te ata shkencëtarët, Zoti i ka fal. Edhe mua Zoti më ka fal edhe ty gjithçka. Falju Zotit i herë për herë, pastaj edhe shkencëtarit më vonë. Po tek pjesa e nuk po them vetëm feja, po besytnit, për shembull që thonë që duhet me këmbën e djathtë të hysh të ecim bar. Shkenca thotë janë zakone pagane ato, unë si besoj ato. Beson në Zotin dhe mbaro punën. Ka ku bëhet fjalë për besytni të ndryshme, më mirë shkenca, se shkenca thotë të dyja këmbët janë njësoj. Të dyja po njësoj janë. Njësoj tani ti, atje kur shkon atje përpara, jo e morë me dorën e djathtë, jo e morë me dorën e të dyja duar janë ato. Këto besnit jote, dora jote, guri jote, druri janë gjëra kot fillon dhe humbet besimin bazë që është Zoti i lartë. Po humbet drejtimin edhe pasyra, po ta vesh re, pasyra të deformon, ta nxjerr të djathtën të majt, kurse drejtimin vertikal nuk bën vakitë ta shtrembloj, vertikale ngel vertikale. Horizontale ndryshon. Ndryshon horizontale. Kështu që janë gjëra horizontale, këta janë periferike, këto të vogla, jo dora, jo këmba, jo druri, merr tjetri një cop dru atje e glen dhe e bën perëndi. Po avashur e ku shkon. Kur ke humbur bazën atje, domethënë që ke humbur drejtimin vertikalen, atë që të ka dhënë atje lart, atëherë ke humbur gjithë. Beso sa duash të shkenca. Ja, edhe e fundit ai ishte më i mençur nga Einsteini, s'kam si dalun. Po. Do më bëj dhe idiot këto në vest të pazarit. Çfarë thot Einsteini? Einsteini në fund tha ma sillni një klerik që të falë. Mo i thanë ti je ateist. Ateist, apo nuk i dihet. Faleminderit, ditë të mbar. Faleminderit. Mirëmëngjes, përshëndetje. Çfarë personazhe? Pyetja shumë e thjeshtë, beson më shumë tek shkenca apo tek feja, besytnit, të gjitha ato të tjerat? Ke feja. Më shumë se shkenca? Po dhe feja të beson të. Jo, nuk thash mos besosh, ajo është drejta e gjithë njerëzve, institucion. Po. E kam fjalën më së shumti, për shemb ose më saktë tek besytnit. Për shemb ka një besytnik që thotë që me këmbën e djathtë duhet futet të ecim bar. Shkenca thotë janë të dyja këmbët njësoj. Ti mendon që janë njësoj këmbët apo ndryshojnë? A ti e praktikon këtë gjë, pra me këmbën e djathtë futesh? Për të ecur bar gjëja? Po po të ecur bar me këmbën e djathtë. Pse po futet majtën? Po mirë, ma mirë. Shkenca thotë që janë njësoj këto. Më rregull. Po ata të cilët e kanë gjë në lindje më mbar të majtën, apo ata duhet përdorin djathtën? Po mirë, në kaloj me djathtën. Okej, faleminderit. Ai kalofshi mirë gjithë mirë. Ditë të mbar. E kuptoj se çfarë lufte e ashpër që bëhet këtu, jemi 3-0 më duket, a? 3-0 dhe 3-0 dhe për ty, ke qelluar me të gjithë sot. Nuk e di ta jep, ndoshta kjo pautoja ti jep. Ditë e mbar nga kjo anë. Do doja të kishim edhe të rinj faktikisht, të cilët mund na përgjigjen nëse mund dhe kanë dëshirë. Jo, nuk ka dëshirë për të përgjigjur. Mirëmëngjes, përshëndetje. Beson më shumë tek shkenca apo tek feja dhe besytnit? Te shkenca. Shkenca si beson? Po. Pra kur thot besytnia që duhet hysh me të djathtën të ecim mbar, kurse shkenca thotë i kam të dyja këmbët e soj. Ti njësoj i ke apo të djathtën e ke më mbar? Çdo gjë është njësoj. Tek punëtori që punon. Po, pra punëtori thua ti është me shkencën. Me shkencën, se ai e punon, ai e ka mendjen e shkencës. Ai e ngre pallatin, nuk e ngre kisha e xhamia. Gjithsesi, ato janë institucionet, njerëzit besojnë dhe mirë bëjnë, pra janë institucione fetare, nuk kemi gjë kundër, por ka njerëz që kanë më shumë besim tek njëra, e kam fjalës, sa tek tjetra. Shkenca për mua është gjithçka. Tek shkenca thua ti. Po, shkenca është gjithçka. Faleminderit. Se dhe ne që kemi arritur këtu që janë bërë këto kompjutere dhe këto intervista, me shkencë janë bërë, se ai ka pas turmenta që e ka bërë ata aparat. E kuptoj. Pra vlerëson pjesën e trurit të zhvillimit njerëzor. Faleminderit edhe ditë të mbar. Gjithashtu. Ditë të mbar. Ja ku jemi 3-1. Klev, do të hajde Marcel. 3-1. Po e ngushton diferencën. Po afrohemi, është luftë e ashpër kjo. Është luftë e ashpër kjo. Mirëmëngjesi, beson më shumë në shkencë apo në fe dhe besytni? Të dyja bashkë. Njërën duhet më shumë, se e di që beson që të dyja. Ti njërën, të dyja. Njërën, të dyja? Nuk shojnë tek e tek. Ja, shikon. Barazim, sa thash ta bëj 3-2 ta ngushtë diferencën, shkojnë në 3-1 prap. 4-2, okej, në rregull. Kështu që do të marrim të tjerë intervista. Mirëmëngjesi, beson më shumë në shkencë apo në besytni dhe fe? Lëre. Lëre, ja, e di kush më mërzisin më shumë këta që shkojnë remi, këta që shkojnë barazim, balotazh. Këta më mërzisin. Po jepo një aty majtas ose djathtas dhe ta ndajmë këtë muhabet. Ta balotazh nuk e di, domethënë, kam një zotëri, është në qetësinë e tij, besoj të na përgjigjet. Mirëmëngjes, përshëndetje.
beson më shumë në shkencë apo në fe dhe dogma të tjera? Në asnjë vend nuk besoj po. Në asnjë vend. Ja. Jo Okej. Remi, po. E përshilojnë farë. Nuk luaj tha, s'ka moshë ndaj të luaj me këto. Shumë skeptik me këto për gjëra, gjitha. flas vetëm seriozisht. Skeptik. Mirë, do të shohim të tjerë, të cilët për së vërtetës erdhi ky momenti ku të gjithë janë duke i bëj thirrje të gjithë atyre që janë duke i rënë tani nga ana tjetër. Ktheuni se do ikim. Të vinë në qendër, nuk ka nevojë. Ktheu se do ikim. Shumë shpejt sepse do të largohemi, kemi një zonjë. Mirëmëngjesi. Nuk e dëshirë, okej, nuk ka problem. Po edhe njëne do ta Kishim sot shumë bukura. Djalë, vajt, çado që E tjetë. mbyllim për sot. Nesër prap. Mirëmëngjes, jo, a? Jo. Po, nga distanca, jo, tha. Mirë, Marcel, të falenderit shumë. Besoj që për sot. Sot ke shkëlqyer, ishe tjetër nivel. Shihemi sërish nesër bashkë, Marcel. Shumë faleminderit. Koha për të zgjuar i Ditë mbar, faleminderit. Nesër në orën 7:00, ndërkohë bashkë do të jemi sërish pas pak me edicionin e shkurtër informativ.